e bukur. Shikoj, janë jashtë. Hajde qesh një çik se Klajti ka hequr telat. Po si qesh tani, që mos i duke shumë një po pra, po dojtë të qeshi sa më shumë. Si jeni o njerëz, a jeni mirë? Më kishte marrë malli të hapja një blog të ri, se u bën 2 javë që bëra pushim, sepse kam gati 3 javë që jam sëmur, po histori më vete kjo. Dhe më në fund pra nisëm një blog të ri dhe po e hap të jashtë blogun. Ne kemi dalë që këpim kafe në mëngjesi me Pirano Do që është super vap, është me urtë e Sofin që është në Shëndër. Dhe... po ato në dhe që nga të mërësi shumë vapë në fakt, sepse nuk pas ka të hapu kondicioner dhe të freskiset e të ndikon dhe të flasin vapë. Po janë vjellë të gjitha. Dhe e vëndhijes kebët. Kam përësit të Fredo Expressin tim të thotë që të freskohen pak dhe këtu kishte edhe biskot me Dubai Chocolate që mora dhe një të tjilë që shumë të se për një mirë. Dhe shpesojmë të na freskoj pak se është super vapë. Të na freskoj Fredoja edhe biskota se po flasë për qartë, s'kam prirë kafe në shtora 10:29. Në shtëpi njerëz, shkuam edhe larg nga shtëpia, kishim takimin pak me Ilirin, me arkitektin, gjithashtu edhe me mobilierin, erdhi që mori masat, mori të gjitha udhëzimet e dhura për përdorimin e materialit, kodet e ngjyrave, kështu që bën të gjitha porosit. Dhe besoj nga mesi koriku duhet jenë të përfunduara mobilje. Dhe shpresoj shumë, do doja shumë, sepse kemi disa plane për korik, dhe do doja shumë që të ishin futur në shtëpi para datës 20, por nuk e di në qoftë se është e mundur, sepse pastaj i kemi pushime disa ditë dhe ngelet për në fund koriku ose fillim gushti. Nuk e di, po e di një gjë që është e sigurt, asnjëherë planet nuk të dalin, sidomos kur jemi me punime në shtëpi, asnjëherë nuk ecin gjërat siç ne i kishim planifikuar në rastin tonë, gjithmonë do shtyen afate, do shtyen. Madje edhe sot kishte për të ardhur edhe montimi i derës së jashtme të blinduar, por nuk erdhën sepse nuk kishin montuesi dhe kanë shtyr për ditën e mërkurë. Kështu që realisht planet nuk ecin asnjëherë siç i bëjmë ne. Ne i bëjmë plane, Zoti qesh me ne. Edhe kështu, tani më erdhi mua një pako nga Rihoas. Janë disa gjëra të bukura verore, por që ju thash kam qenë pa shef, edhe si gjithmonë kur je pa shef të mblidhen shumë punë së bashku dhe ngelesh mbrapa me këto punët e vogla që duhet të mbyllësh. Klajti ndërkohë iku në punë, unë kam vënë makaronat për të zjerë, jam duke bërë shpejt disa makarona me pana, me prosciutto besoj dhe me djathë parmigiano, dua dhe një lëng të ftohtë freskus. Unë të paktën e kam shumë problem verë, sepse realisht nuk më hahet asgjë, dua vetëm gjëra të thata, të tipi makarona, oriz, brumra, nuk e ha dot fare suprat, edhe pse gjatë javës e munduar kam ngrënë 3 herë më duket supë. Por e kam shumë problem tani në verë. Edhe me oreksin me ikën plotësisht dhe nëse më hahen vetëm gjëra të thata. Nëse se nisa që të tregoj çfarë më erdhi nga Rihoas. Atëherë ky është fustani i parë, është ky i bardhi, është shumë i bukur. Mua më erdhën që dje dhe i provova, ka para komplet këto pullat e vogla. Pjesa poshtë vjen kështu me pala. Ka shumë të bukur copën. Shikoni, është kështu si e thurur dhe ishte komod për të veshur sepse kishte zinxhir në pjesën pas. As nuk rritet shumë i shkurtër, ishte shumë i bukur. Tjetër gjë, kam marrë këtë fustanin blu. Është me lule, i bardhë me blu. Në fakt vjen me material tyli. Nuk e kisha vënë re kur e kisha përzgjedhur, sepse mendova mos vinte po plin ose do një material tjetër i freskët veror. Po koko, është vap, do dalësh jashtë, është vap. Siç e thash, mendova se vinte një material i freskët veror, por është tyl. Gjithsesi në trup ishte goxha i lehtë. Pjesën pas e kam me lidhje që mund ta ngushtosh sa të duash, që të ri goxha e ngushtë tek pjesa e bustit të tipit. Një sekondë se ngatrova. Të tipit si korse. Kështu ka edhe pjesën të gjoksit. Kishte edhe një të çarë para, po e ka këtu. Vinte goxha i lirshëm i këndshëm në trup, edhe ky më pëlqeu. Kësaj here bashkëpunimin me Rihoas e kam partnership, kështu që është
i paguar, jo vetëm giftit, dhe duhet i realizoj një content shumë të bukur. Kam plan që gjatë javës të shkoj në plazh, sepse nëse mbani mend të vlogu fundit, unë thash që kishim plane që fundjavën që shkoj do ishim në plazh, por unë u sëmur. Të hënën ishim unë, mami, motra, sëmur me gastroenterit të tipit me të vjedha, me diare, dhe mami dhe motra kaluan lehtë, kaluan brenda një dite ose 2 ditësh, ndërsa unë vazhdova 3 ditë rresht, madje ditën e mërkur u bëra shumë keq dhe isha edhe në urgjencë, mora mjekim, vazhdova edhe një javë pas mjekim, edhe kështu shkoi historia. Dhe nuk vajtëm dot me pushime, nuk vajtëm dot në plazh dhe fundjavën e kaluar nuk xhirova pastaj vlog, thjesht e shfrytëzova për të mbyllur disa punë të tjera, bashkëpunime, sepse isha vonë me bashkëpunimet me Pepper Majon. Kam plan që javën që vjen të shkoj në plazh dhe besoj aty duhet të mbyll edhe realizimin e kontentit e bashkëpunimeve, sepse janë të gjitha gjëra verore dhe dalin shumë bukur nëse realizohen në zona plazhi. Tjetër gjë, nga Rihoas më thash të zgjidhja edhe diçka nga koleksioni i ri që vinte së shpejti, sepse nuk ishte dalë akoma në shitje në website-in në momentin që unë i porosita. Dhe ishin këto bikinit pink me këtë pjesën e punuar me ngjyra, rinin shumë bukur, i kam marrë në masën small dhe është kjo forma triangle. Këto janë edhe pjesa poshtë e bikinit. Janë mbathje normale. Klajt i pëlqejnë shumë. Son zakonisht ku marr veti, marr zakonisht braziliane. Edhe klajt i pëlqejnë shumë që ishin normale. Edhe kështu njerëz tani të shohin nëse janë bërë makarona ndërkohë të konsumoj dreka shpejt e duhet të iki pak në Spar që të bëj disa furnizime. Më duhet të shkoj te Spari në Tek, sepse ai është i madh dhe i ka të gjitha shumëllëshmëritë e ndryshme të ushqimeve dhe sidomos produktet që u marr free from lactose i gjej vetëm te Spari në Tek. Kështu që të shkojmë atje të bëj disa furnizime, shpresoj të ketë të mira dhe fruta dhe perime, që të konsumojmë disa gjëra të freskëta, se tani në verë në këtë vap realisht nuk konsumoj dot absolutisht asgjë të nxehtë. Sa vap është nga 100-100, po vdes vape, makina ishte, ka qenë në diell domethënë gjithë ditën dhe mendoni vetë se qa i nxehti është këtu brenda dhe këto sedilet që janë lëkur, po më djeg e kuptoni vetë se qa. Nejse, freskuam disi, ata ul paksa të flas dhe u mërzita në shtëpi, sepse e dija po të isha vetëm do mërzitesha, kështu që me të mbaruar drekën, thash po iki që të bëja të pazarin tim në Spar në Tek, kështu që shtu edhe pa kohën atje vërdall. Okej, ky Red Bulli që ka bërë super i ngrohtë, që ka vetëm 5 minuta në makinë, nuk pjetë më. Nise njerëz, unë nisa 100 të tregoja muhabetin se si u sëmura. Por pas si kalova gastroenteritin, thash po filloj antibiotikët e sinuseve, sepse gja isha e bllokuar, u bllokova akoma më keq nga viroza që kalova. E mirë, ditë të martë filloj antibiotikët. Unë pi antibiotikun e parë e pi në 10 të darkës. Në rregull, të martë për të gdhirë e mërkura, kështu ka qenë. Edhe shtrihemi për të fjetur me Klajdin, rreth orës 2 të mëngjesit, ndjeja fytyn super të thatë, muzika përcesha, buzët super të thata dhe çohem për në tualet. Dal para pasyrës, shoh buzët e mia që ishin fryrë komplet. Do t'ju lë një foto diku këtu që ta shikoni se sa keq isha bër. Edhe u trova shumë në atë moment, e zgjoj Klajdin direkt, më thotë çka ke, zemrën tëm shiko si jam bër. Ua thotë ai ikim direkt në urgjencë. Po priti thash një herë, po vendos akull se ndoshta më ulën. I mbajta dy kohë te 5 minuta, po më beziste shumë edhe pjesa e fytit që mezi ka përcehesha. Okej, pastaj mendova kisha pirë antibiotikun, thashë mos është një reaksion alergjik nga antibiotiku. Se në fillim thjesht mendova ka pickuar do një mushkoj, do kaloj me pak akull. U nisëm me Klajdin për në urgjencë, shkojmë tek urgjenca e Nën Terezës, te urgjenca e re, dhe thonë ata mjekët aty alergologe më vizitoi, thotë me shumë mundësi është një reaksion alergjik nga antibiotiku, meqense është vetëm një gjë që ti ke bërë ndryshe. Okej, më vendosën serume, 2 serume të ndryshme, antialergjik, antihistamik, nuk e di se çfarë janë gjëra specifike, se deri në orën 4:30 të mëngjesit e kemi gdhirë në spital. Okej, deri këtu. Por nisëm ndërkohë se me makinofto. Edhe okej, thot ajo, mbarova serumin e parun, buzët dukeshin po njësoj. Po kështu si ndihesh, tash nuk është se ndihet një shqetësim tjetër, përveç pak fytyrë, thash. Përgjithësi them se ndihem mirë.
Okej, thot ajo, pyet infermierin, nuk po kishin bërë dozën e plotë mjekimit, domethënë kishin opsion, mundësi që të më bënin edhe një gjilbër, një mjekim tjetër. Do bëjmë edhe dozën tjetër që të shohim se si do jeshta, që të filloj që të kemi pak ndryshim, që të ulet dhe ajo angioderma, nuk e di se si quhet, ajo e ajtur, tha. Edhe të shohim se si do jeshta. Ne sipas protokollit ton, tha, në raste të tilla, tha, sugjerojmë që ditërisht 24 orë të mbajmë në kontroll në urgjencë. Po e keni parasysh se si janë urgjencat, 700 njerëz të ndryshëm që vinin me 700 problematika të ndryshme, kështu që nuk ma kishte qefi fare që të shndroja në ato kushte, plus që ditën tjetër duhet isha në punë me patjetër, sepse ashtu ishin punët dhe nuk mungoja dot në fakt, nuk kishte se kush të më zvendësonte, duhet isha me patjetër në punë, kështu që i thash që do bëjmë mjekimin tjetër, të shohim nëse kam ndryshim, nëse filloj që të kem ndryshim, sepse ajo ajtura tha presim që të ulet brenda 24 orëve, tha nuk është se presim që të ulet direkt. Nëse shoh thash që kam ndryshim, do iki. Dhe ashtu bëra edhe mjekimin tjetër, e parë që ajtura ul goxha, kështu që firmosa, sepse pa firmosur nuk më lini që të dile nga spitali, edhe dola. Dhe vazhdova me gjilpëra, 3 ditë në vazhdim edhe me ilaçe që jam akoma sot kam edhe 2 ditë, sepse kisha 5 ditët në vazhdim antihistamikën nga goja, ndërsa antialergjikun e mora në formën e gjilpërës, kështu që çdo në mëngjes, të treja ditën në vazhdim, pastaj të mërkur, të njëjtë të premte kam shkuar tek poliklinika e lagjes që bëja gjilpërën. Kështu njerëz kalova edhe një siklet tjetër, kështu që për momentin nuk dua t'ja di as të ndroj antibiotik, as të marr asnjë lloj antibiotiku tjetër. Thash kam 3 javëresh që kaloj siklete njëri pas tjetri, nuk e di kush më mori më sysh apo çfarë ndodhi, por realisht ishte isha pak ngushtë këtu dhe kisha merak. Edhe kështu njerëz, prandaj thash, ne bëjmë plane, por Zoti ka plane të tjera për ne. Se kaloj edhe ky sikleti, shiko, e pa që s'mi ishet bërë buzët mua. As kur kam bërë lip filler nuk më janë fryrë në ato lloj far formë. Ishin njerëz zakonisht shumë të fryra dhe shumë të ajntura. Kështu që goca kush do që të bëj lip filler dhe ka frikë, nuk ka asnjë problem, nuk është kurrëndja në atë lloj niveli siç më bë mua nga alergjia. E mbaruan dhe pazari njerëz dhe thash do vete të marr vetëm ja 2 gjëra, përfundova duke bërë 80 lekë pazar. Nëse besoj se kam marrë gjëra të mira. Kisha marrë ujë, se po vdisja për ujë dhe harrova e futa në bagazh, kështu që ndalova tani pak me stopa që e mora. Prit, se mora gjithashtu një gjë të mirë. Këto supozohet që janë për mëngjes, janë si bukë të thekura, por janë me rusht të thatë, jo me fik, me fik të thatë, me fara, edhe me lajthi. Janë shumë të mira, kështu që janë të ndara kështu në porcione të vogla, fiks për t'i marrë me vete. Dhe thash me marrë të hanje ndërkohë që ikim për shtëpi. Dhe ndërkohë që bëj makinën zhull. Po ju tregoj shkurtimisht se çfarë bëra pazar, mora si gjithmonë kosat e mi pa laktoz, por vetëm 4 copë gjeta, nuk gjeta më shumë. Kam marrë këto fetat integrale që mund të shëshërosh me gjark, me mjaltë, me diçka të shpejt. Tu kemi boronica, kemi ton Rio Mare peshku, këtu kemi pate ulliri, më pëlqen shumë që ta bëj edhe në tost, del shumë i mirë, në pjadina kudo, më pëlqen goxha. Këtu kemi vezet Vital, këtu kam marrë tjepër. Këto biskotat e Mulino Biancos me pistak janë shumë të mira. Këtu kam marrë bajame, karota, rukola, se tham që do am shëndetshëm, pana, pa laktoz, mora edhe një version tjetër. Okej, kjo ishte e re si paketim, kë kam provuar dhe njërë, po e mora që ta provoj nëse ka ndonjë ndryshim nga pana tjetër. Këtu kemi gjalpin pa laktoz, këto që ju tregova në makinë janë shumë të mira, ju këshilloj që t'i provoni. Okej, lëng bio për të freskuar tani në verë, mora, janë këto receta e gjyshes, janë bio, janë shumë të mira. Kam marrë këtë që është me karot, thot pa konservues, pa aromatizues, pa ngjyrë artificiale, ndërsa ky lëngu tjetër në këtë ngjyrën kështu si të panxharit është detox.
Energy Smoothie, nuk e lexova fix. Okej, ta shohim këtu me çfarë ishte fix. Okej, është me karot, është me rep, ginger, limon, moll. Nice. Do ta provoj, do t'i vë në frigorifer që të ftohen. Okej, këtu kemi një salcë domate. Okej, këtu kemi kajsi, janë të preferuarat e imija. Këtu kemi edhe pjeshk. E gjithashtu ka marrë edhe këtë vajin e kokosit, është edhe për gatim, por unë do ta përdor për rrënjën e flokut, sepse kam probleme dermatiti momentalisht. Pra njerëz ishte i gjithë pazari që bëra në Spar. Njerëz jemi mbas dite, tani po bëhem gati sepse kalon që të dalim me Nela, do dalim që të pim diçka, do një koktejl dhe një gjë për shef. Është rreth orës 7 dhe e kam lënë në 7:30 që të takoj me Nelën. Tani unë flokët i kam kapur sepse nuk i kisha në gjendje të mirë, kisha gjatë kapura që në mëngjes, por përdoja shumë që t'i rregulloja, t'i laja flokët dhe t'i rregulloja, kështu që stajova diçka të kapura. Tani po bëjmë make-upin, po vendos pak krem hidratues, me qënë se tani nuk vendosi kremin e diellit. Në mëngjes, për shembull, nga që vendos kremin e diellit, e shmang gjithmonë hidratuesin. Vendosi fotatinën, Estée Lauder. Okej, po përdor këtë pasqyrën e vogël të bronzerit. Janë këto produktet e reja që u tregova dhe janë shumë të bukura, më kanë pëlqyer shumë. Do t'i vendos tani që t'i shikoni dhe ju se sa bukur që rin. Më duket se hodha pak shumë fondatin, po mundohem që ta përhap. Vazhdojmë në prap fondatinën me duar. Më duket shumë herë më kollaj edhe nuk mbet produkt. It's a win-win. Okej, besoj se përhapa edhe fondatinën, edhe kota më mbylla në fakt pasqyrën se më duhet. Ju tregova për këtë concealer e ri të Rare Beauty që kisha marrë dhe po më pëlqeu shumë, e ka shumë të mirë këtë kokën kështu metalike. Por do shumë pak produkt sepse përhapet goxha. Kishte dalë një pulçer këtu. Se di pse më shëtëruar fytyra, kisha shumë mirë. Okej, unë edhe concealerin vazhdoj e përhap me dorë. Okej, e shikoni se sa ndriçim i jep pjesës poshtë syve, duket fondatina shumë herë më bukur. Okej, vendosim dhe bronzerin tani përsëri këtë produktin e ri që morët Anastasia Beverly Hills, edhe është shumë i bukur. Unë e vendos tek molzat edhe tek balli, pak të hunda që të bëjmë pak konturimin e fytyrës dhe gjithë luku të duket më bronze, më ngrohtë. Koko nuk po më lër e hat fare sot. E shikoni se sa pamje të bukur i jep fytyrës, më pëlqen goxha. Tani do vendosim edhe blushin e ri të Narsit, që ka këtë ngjyrën si pjeshk. Është shumë i bukur edhe kë. Më pëlqen shumë, edhe bashkë me këtë ngjyrën e bronzit shkojnë shumë bashkë. Mua më pëlqen shumë se si duket fytyra me gjitha këto produktet. Për mua kjo është baza perfekte e fytyrës, që të jetë një fondatinë e mirë, fytyra të ngrohet me bronzerin, edhe blushi të japi atë skuqjen e duhur në vendin e duhur. Okej, tani i bëra edhe vetullat, leva edhe buzët, dhe në këtë pikë make-upi është goxha mat, në fakt, dhe nuk e di ta lë kështu apo të shkoj pak xixa. Domethënë ti shtoj këto të dyja. Po ja shtoj. Më duket se i shtova pak më shumë se ç'duhet, por too late, tani nuk e ishim dot. Shtoj edhe lip balmin. Dhe fustani që do vesh është një fustan saten me roz, moira roz. Kështu që më mirë ta ngrohim pak edhe make-upin. Si thoni? Kemi bërë më rëzëllitës tani me xixa, tani të vishem dhe të dalë se do bëhem vonë, si gjithmonë. Dhe ja ku jam gati bashkë me fustanin tim pink, do marrë dhe çantën e vogël të Michael Korsit dhe jam super gati. Kam vendosur edhe këta vëthët e qelikut. Duket goxha me zbardhur make-upin në fakt në kamerë, por besoj se jam më cute live.
Është të dinit që Ti e gjithmonë e kuruar dhe bukur. Ku do vemi motor? Edhe ulem. Mund të thash të janë në mes. Provojmë diçka ndryshe njerëz sepse ne ulemi gjithmonë në të njëjtat vende. Historikisht. Ktu afër jemi prapë pedonale, por të paktën të ndryshojmë ambient. The sun is shining bright like a colorful aurora. It paints the world in hues of orange and white and more. I'm gonna start packing my bag. I'm leaving all worries behind. Let's go, I need to get my own summer style back. The breeze is playing soft through the palm trees loft. Seem it whispers secrets of each land. Po, përshëndetje njerëz, si ka folur fare për sot, si kam xhiruar disa skena nga mëngjesi. Edhe nuk e kam përshëndetur fare. Jemi nga dita tjetër, është ditë e diel. Shpresoj mos dëgjohet shumë keq ky kondicioneri, por s'e pat. Makina është zjarr fare, kështu që nuk mund të mbijetojmë dot pa kondicioner. Të që thojnë ju njerëz, e nisëm ditën më herët. Unë kam nisur shpejt në mëngjes, jam ngritur, kam bërë një dush, bëra flokët me vaj kokosi, u lava, dola me Klajdin që pim kafen e mëngjesit dhe ishim nga Mulliri në blok sot. Tirana është super bosh fundjavë. Edhe shion me thënë të drejtën, sepse nuk bezdisa, tani që kam dalë me makinë, po edhe në mëngjes që ishim me motor, ai motori na ka nderuar sepse shkon edhe pi kafen ku të doj qefi, pa e vrarë mendje se ku do parkoj, ku do lë makinën, se është stres më vetëm. Edhe kështu, pim kafen nga Mulliri, pastaj mora dhe akullaret e lanët qjolla, që i bëjnë super duper të mira. Dhe tani, Klajdi ku për punë, unë erdha për shtëpi, por nuk po më rije i fare në shtëpi. Nela donte të shikonte nga teku Kapele Plazhi edhe duket se donte të shikonte te Çarçaf. Thash, pse më mundohet dhe mua një Kapele Plazhi. Do të thonë një justifikim që unë mos të rija kot në shtëpi sepse nuk më rijet fare në shtëpi. Kështu, pejkit e teku prap. Se dje pazar bëra, unë nuk është se erdha vërdall. Pashme të madhe në fakt që kishin fituar uljet e HM-ja, por nuk futa sepse më duaj që të shpenzoj lek. Por një Kapele Plazhi më duhet mua, se një shka marrë vjetë në Greshit e HM-ja, ajo vjen kështu si madam. Vjen si kove dhe të mbulon pak shikimin, të ishte shumë bukur për dojnë foto. Duaj një diçka pak më praktike, që mos të mbuloj së të mi të bukur. Dhe se thash, tish një justifikim sepse nuk më rrijet në shtëpi edhe me këtë manajki në tek kalojmë pak ca ora tje, pavarësisht se tani është ora në fakt 1:01, është koha dreke dhe unë normalisht duhet isha duke gatuar do një gjë për drek, por jo, jam duke ikur për tek. E kështu people, kështu. Po e mbyll kamerën tani se doja fus shpejt, nuk eci të kështu, avash duke xhiruar. Të bukur, e shprit? Buka. Buka. Shikoj që kapelet këtu, më thuaj që kush të pëlqen nga këto kapele. Ajo të pëlqen? Jo. Së të pëlqen ajo? Po tjetër kush të pëlqen? Shikoj njerë këto këte. Ato? Ta provojmë njerë? Ta provoj unë apo ti? E bukur. Hajde se ta rregullon tezi edhe të. Prit.
Mami! Ku është mami? Karatita! Te Zara, është ajo mirë, do vemi ta marrim. Njerëz, jam ullur tani këtu në balkon, si që ktheva nga Tegu, kapelen e siguruan, kapelen e cowboy, do futëm tani që të tregoj, bleva dhe një dy gjëra të vogla te Lesa Wakiki përsa i përket sektorit të kushinës. Tani po shprodhesha dhe paja të disa fruta në balkon, gjithashtu mbylla dhe rezervimi përsa i përket pushimeve verore që do bëjmë në Kori. Kemi rezervuar në Parga, në Greqi, sepse do në një vend që të ishim edhe jashtë Shqipërisë, jashtë jugut të Shqipërisë, por gjithashtu do në një vend që të shkonim me makinë, që të kishte disa fleksibilitete që të lejon makina dhe nuk t'i lejon udhëtimin me avion për shembull. Edhe kështu, tani sa po mbylla dhe rezervimin e apartamentit me booking, madje do t'tregoj pak se duket goxha e këndshme si vend. Kam kërkuar kudo sepse kam marrë 2 javë rresht leje nga puna, kështu që doja që të bënim disa ditë pushimi në Greqi, gjithashtu doja që të bënim dhe disa ditë pushimi në jug. Realisht çmimet në jug njerëz janë rritur në stratosferë dhe nuk ishte shanse të rezervoje në asnjë lloj vendi sepse që tani që në qershor i kishe nga 140 euro, 160 euro nata, ndërkohë unë në Parga në Greqi në gusht kam rezervuar me 120 euro nata. Kështu që ishte realisht e pamundur, madje po shikoja të paktën vetë një fundjavë në Dërmi, sepse mua më pëlqen shumë jugu i Shqipërisë, sidomos Dërmiu, por me sa shoh realisht me të çmime janë të pamundur. Ajo që pjesa më e madhe e hoteleve, locationat në Dërmi dalin sold out në booking, nuk e di nëse i mbyllin vetë dhe funksionojnë vetëm me rezervime me klientelën e tyre që kanë të përhershme çdo vit. Nuk e di, por realisht çmimet janë çmendur fare, nuk e di, po jugu i Shqipërisë po bëhet i papërballueshëm. Ja t'u tregoj tani se çfarë kam zgjedhur. Okej. Se nuk duket mirë nga laptopi, ky është hoteli, është si shtëpi, por ka edhe pishinë jashtë. Më duket gjë e këndshme, ka këto ambientet, kishte edhe dhoma jo, më duket se kishte një mini kuzhinë, ja, diçka e tillë ishte edhe dhoma që zgjodha unë. Shikojeni, ishte goxha e këndshme. Po, kishte edhe balkon, balkoni kishte pamje nga pishina. Më duk locationi shumë i mirë, sepse thoshte që ishte vetëm 12 minuta nga qendra e Pargës, sepse ne normalisht duam të shijojmë pak edhe darkat, që të dalim, të pim diçka në qytet, se qyteti i Pargës është shumë i bukur, edhe plazhet që kam parë i ka shumë të këndshme. Këto gotat i mora te Wakiki, isha sot në Teg, ishin super cute. Shkojni pak se sa të bukura ishin me këto detajet e luleve, ishin shumë verore. Ishte seti kishte vetëm 4 copë. Tërte Wakiki përsëri mora këtë setin e filxhanëve. Ishte shumë i bukur dhe kjo me këtë detajin blu, po ishte vetëm me 2 pjesë. Janë filxhan kafe, janë filxhan të vegjël, ndoshta edhe për macchiato, se janë pak të thellë, me thënë të drejtën. Ishin super cute edhe këta. Ja, edhe pjatat mbështetëse të filxhanëve. Që të dyja i mora me ulje, ja se duhet i kenë këtu te kutia. 8.900, 5.900 lek, edhe gota duhet ta kenë këtu, po këto ishin... Okej, po, këto ishin nga 7.900, 4.900 lek. Tregoj edhe kapelen që mora te New Yorker, si vjet ka dhënë shumë mod pra këto kapelet me stil cowboy. Prandaj mora edhe unë një të tillë, shikoni sa e bukur që është. Tani, me thënë të drejtën, unë kam parë vërdall që janë super të ngarkuara, kanë ndonjë gurë të madh këtu me ngjyra me dritije, më janë dukur me thënë drejtën shumë të ngarkuar. Prandaj sa po e pash këtë më pëlqeu shumë sepse është shumë minimale. Ka disa telmina, shikoni që ka një shkëlqim shumë të bukur, por gjithsesi është shumë minimale në detaje. Shikoni pak për ta vendos. Shikoni sa bukur që duket, gjithsesi ju imagjinojeni bukur buzdetit me bikini, me këto veshjet e bukura të plazhit, do dukej super cute. Dhe kapelja te New Yorker kushtoi 18.000 lekë, po. Edhe kështu njerëz, tani mendoj që ta mbyllim edhe këtë video. Shpresoj të jeni kënaqur për këtë fundjavë bashkë me mua. Na presin video akoma edhe më të bukura. Unë jo nesër pas nesër nisem për plazh, në fakt janë gjys pushime, gjys punë, por do ta shikoni në videon e radhës.
Dhe duhet të bëj gati valixhen, gjërat e mia që t'i kem gati sepse nesër do jë në punë, kështu që nuk do kem kohë mbas ditës që të merrem me këtë punë. Gjithashtu duhet të mbyll të gjitha punët e shtëpisë që gjatë javës t'ja lë Klajtit shtëpinë në rregull, sepse do mbaj edhe kokon, kështu që e di që s'mund t'i mbaj dot pastër të dy, dhe kokon dhe shtëpinë. Mos harroni të më suportoni duke bërë subscribe kanalit tim. Shumë faleminderit që më ndiqni dhe vazhdoni të më suportoni siç e bëni gjithmonë. Shumë dashuri nga unë, shihemi në videon e radhës. Bye bye!